Ato thonin që shqipset nuk e bashkëpunuese, po mua nuk më pëlqen ai mendim për shembull. Duhet jemi bashkëpunuese patjetër sepse ai ishte vendimi i atyreva, duhet marrë mendimin e gjithë grupit që t'jemi bashkëpunim. E di shumë mirë që kjo s'ka qenë bashkëpunuese. Po thjesht mund të ngrit zërin kur nuk është ashtu. Unë gjithmonë i hep benzizja. Mos për ti, apo ta marroj këtë punën. Nuk është shef, ku jemi për qenë Mos për ti. ku jemi për të qenë profesionale, okay? Tani, s'është e thënë që të jeni gjitha të ullura kështu në resht, mendoj unë? Jo. Tematika për sot ishte on point, më pëlqeu shumë. Me një koncept dhe një mesazh që unë e përqafoj fort. Një femër duhet ta doj veten ashtu si ç'është, me defektet edhe të mirat e saj. Unë thjesht i mbështes të gjitha vajzat, sido që të jenë. Mos keni komplekse fare në të dim tuaja. Diku të krijoni edhe kontakt me sy me njëra tjetrën. Bashkëpunimi në grup mund të them që deri diku ka shkuar mirë, mund ta vlerësoja 7 nga 10. Okej, unë e shoh imazhin që këtej. Në fund është zgjidhja jote. Klodi kishte pak emocione, edhe duhet ishte pak më e lirshme dhe ndoshta kjo gjë mund ta penalizoj dhe ta çoj drejt nominimit. Bashkëpunimi deri diku ka qenë i mirë, por jo në nivelet që unë do të dëshiroja. Gjitha thonin që do bëjmë këtë, jo a mendon ta bëjmë këtë, po do bëjmë këtë. Nuk është se kishte mendim të hapur. Këto që më bashkëpunuan ishte Meri, Alesja, pak edhe pak unë. Alesja ndoshta rrezikon nominimin. Po mendoj që po të ishin qenë tonet pak më të ulta, do ishim marrë më akoma dhe më shumë vesh. Mendoj që Klodi është më e rrezikuara. Më e rrezikuara e grupit, besoj veç nga pasiguria që kishte në fillim, mendoj Alesja. Mendoj se rrezikon më shumë Klodi. Diversiteti është fuqia jonë. Grupi i dytë i vajzave nuk ishin dhe aq të përgatitura, kam përshtypjen, a? Ky grupi kishte një energji të çuditshme, sikur do të çojë filxhanin për paktën, nuk e di pse. Fare. Ndoshta nga që Fare të përgatitura apo fare? Jo, Medea nga që në klip pa Medea duke bërë sherr, edhe kur hyri thash na erdhi na rrau tash na shtrojnë na ndajak. Vetëm ai ishte në fillim që më tremi çik ajo e para. Vetëm ti ndihmoj vajzat në mikrofon. Hyri me inat, po pjesa tjetër jo, nuk pati një nga 3 të vogël, vajza e tretë, që e ka emrin Klodiana, po janë gjëra që ndodhin Klodiana, kështu që mos e merr për të madhe fare, mund nuk më bëjmë përshtypje se e di dhe e marr parasysh se sa e vështirë është. Tani vajzat sollën temën e diversitetit të trupave. Po, edhe pyetja ime është kjo. Medea, në qoftë se ti do kishe një buxhet 20.000 euro, çfarë do ndryshoje me kirurgji, me ndërhyrje mjekësore, me lazer, me gjëra në trupin tënd? Në trupin tim, nuk është se mua më mungon buxheti në fakt, ai 20.000 euro që unë ta ndryshoj në si fillim, po që momentalisht jam shumë e lumtur me trupin që kam. Kam qenë edhe masa S, jam masa M, kam qenë edhe masa L, edhe kam parë veten time në gjitha dimensionet, në periudha të ndryshme që ndikojnë shumë gjëra në këtë ndryshim, po që momentalisht jam shumë e lumtur me trupin. Pra buxheti po e shpenzon për të ngrënë? Jo, buxhetin po e shpenzoj me ndonjë gjë më produktive. Me pushime, me... Jo, po mundojmë të hap ndonjë biznes, ndonjë gjë kështu që... Ja, restorant. Do të thënë ai. Jo. Palestër. Palestër, vërtet? Okej. Mirë. Pyetja e njëjtë do i vlen dhe për Merin.
Atëherë unë nuk do të ndryshoj as diçka as në fytyrë dhe as në trup. Jam shumë e lumtur për gjërat që kam, edhe falenderoj Zotin për këto gjëra që kam. Shumë mirë, Po bravo. me Dea çfarë ndodhi mes të dyave? Se pas të klipi që pati një Mes debat. sqaroni apo pak jo? shefit. Lutem mikrofonin dhe Merit. Neve që në stana dha tema na u duk shumë interesante dhe grupi ishte fiks për temën që ne kishim dhe direkt filluam të jepim ide. Unë si fillim dhash ide që më duken më të mira për këtë lloj teme. Dhe normalisht Zoi i përqafoi, shtoi dhe ide të tjera, edhe gocat, po kurse Meri ishte shumë pasive në grup që në momentin që unë po jepja idet. Dhe ideja ishte që ne të vinim në këtë formën me badit, me ngjyra të ndryshme që të përfaqësonim Ose ndoshta ideja jote nuk vlente për atë, që thua ishte pasive? unë nuk e diskutoj që Meri mund të ketë ide të ndryshme dhe ndoshta nuk i përshtaten, është shumë e drejtë dhe ja respektoj mendimin. Por ideja që ne të katërt aram në të njëjtin mendim dhe na u duk shumë mirë si ide, ishte pak si jo komfort që të dilte jashtë. Do me thënë ideja që të dilnit me badi ishte jotja? Po, ne menduam që të dilni me badi. Megjithatë, do më duhet komenti për foton dhe për pasarelën. Zoi pëlqen edhe në foto, edhe në pasarelë. Okej. Hilda? Meri dhe Zoi më pëlqen në foto. Ndërsa në pasarel më pëlqyen gjitha. Të gjithat, të duken okej. Francesca. Mendoj Zoi tek fotoja sepse ka qenë dhe më e qiltër, gjithashtu dhe në pasarel, duke treguar tamam diversitetin e trupit dhe duke mos fshehur ndoshta dhe perfeksionet që ajo mund të ketë, kurse në pasarel më ka pëlqyer Meri. Pas gjithë këtyre fjalëve të mira, të tre më duhet të bini në një mendje për një vajzë që do e çoni në nominim. Medea. Hilda? Atër, mendoj që Alessia, duke patur parasysh edhe tek foto edhe tek sfilata që bëri. Okej, po Olti? Komplet figura. Unë me që nxorëm Denadën nga grupi parë, do zgjedh Medea që të bëj sherr me Denadën kur të jem bashkë. Edhe na krijohet Më ke ardhur këtu me plan, me strukturë. me strukturë, me Më pëlqen. Okej, në rregull. Mos ta zgjasi më shumë. Medea është vajza që del në nominim. Faleminderit shumë vajza. Ndjekim klipin e grupit të tretë të vajzave.